Atëherë, pas këtyre momenteve të bukura, ka ende dhurata kësaj here për të gjithë. Unë do t'ju ftoj të shkojmë së bashku tek vila. E jani me mua? E jani me mua për të mësuar se çfarë ju kanë sjellë sonte të gjithëve. Po unë pastaj, atë foton kishin gjetës, kishin gjetës. Ja keni si pëlqyen fotot kur ishit fëmijë. Po ju më ja keni qu, se nuk na i morën nëpër shtëpi. Nuk e di, domethënë ku ju shkon mendja juve? Arbana kam thënë edhe për babagjyshin e kam kritikuar. Arbana, jo fotoja ime është kur sapo kam mbaruar operacionet. Edhe hera parë në plazh. E di thash, unë e kam edhe unë një foto ashtu në plazh të tmerrshme. Jo, nuk është e tmerrshme, është ai fëmia që sapo ka dalë nga spitali mbas 3 vitesh, 4 vitesh gati. Pse? Çka ka ndodhur? Se dia. Kam qenë në një periudhë të gjatë operacionesh, që nga mosha 1 vjeç deri në momentin që është bërë ajo fotoja. Të vazhduesh me njëra pas tjetrës. Që nga momenti i rëndësishëm i lumtur, domethënë, sa mirë që e pas kemi sjell. Nuk e dëgjova. Atëherë, ja te kemi. Miqtë e mi, Gjoja Hair Studio, bukuria, eleganca dhe ekskluziviteti në zemër të bllokut. Gjoja Studio përfaqëson standardin e lartë të bukurisë dhe kujdesit personal duke sjellë për klientët një përvojë ekskluzive me produkte premium dhe shërbime të personalizuara. Gjoja punon me marka prestigjioze ndërkombëtare si Sebastian Professional, Shu e Mura, Oway dhe produkte të tjera të përcjellura për cilësi, performancë dhe rezultate të jashtëzakonshme. Kam edhe një lajm të mirë për të gjithë. Gjoja Studio të ju do të jetë në jug këtë verë, kështu që në qoftë se të shkoni me pushime, e keni atje goca për t'i rregulluar flokët, që t'ju a bëjnë bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do ju në presin në Trimat. Shumë faleminderit. Produktet janë për ju, t'i shijoni dhe t'i gëzoni. Faleminderit. Mund t'i merrni me vete, pa problem, mund t'i merrni me vete që në këtë moment, edhe i keni pastaj aty pranush. Ka dhe këtu push, apo e njësoj? Gjoja. Faleminderit, Gjoja. Faleminderit. Ti gëzoni. Ndërkohë mbyllim lidhjen me firmën dhe pas pak do t'ju tregojmë se në fakt ajo që presin të ndodh nuk do të ndodh sonte, por të premten. Të premten do të largohet njëri prej tyre në një televotim që do të vazhdojë edhe për ca ditë. Qëndroni me na.